Rasti tjetër është gjithashtu shumë interesant. E përmende frikën. Dhe një rast një person, rrafeni i dërguari sallallahu alaihi wasallam prap, thot ka vdek dhe para se me vdek u kalon emanet të bijve. U thot o bijtë e mi, unë kam jetu kaq e kaq vite edhe kur në jetën time nuk kam bërë një gjatë që duhet për krijuesin. Kështu që kërkesa ime është që në momentin që unë vdes, ta merrni trupin tim edhe ta digjni. Pastaj atë hirin e trupit tim, gjysmën ta hidhni në det. Gjysmën tjetër ta hidhni në shkretir, le ta fryjnë errat dhe le ta shpërndajnë gjithandej. Se shif arsyetimin edhe shif ku e ka çu frika të një bindje jashtë zakonisht e gabueshme, një bindje cilën ne me peshorën e fesë e quajmë kufër, mosbesim, thot se nëse Zoti arrin me më ringjall, ka me më çunë në xhehenem. Paramendo, e ka vënë në mëdyshje aftësinë e Zotit për me ringjall. Ne e dimë se është prej bazave të besimit, ai i cili nuk e beson këtë nuk mund të quhet besimtar. Pra nëse arrin me më ringjall, nëse ka fuqi me më ringjall, ka me më çunë në xhehenem. Dhe Allahu pasi që vdes, fëmijët e tij realizojnë emanetin e tij, Allahu e ringjall, se është i plot fuqishëm, edhe e qet me dhënë llogari. Thotë robi im, çka të shtyni me vepru edhe me thonë ashtu, me pas as i konsiderate për mua. Thotë o Zot, nuk është se kam dyshu në fuqinë tënde për të më ringjall, po kam pas shumë frikë, thjesht me e paramendu ringjalljen, edhe nuk pa të zgjidhjen, nuk dita çfarë të bëj, u thash bijve të mi, më digjni edhe ma shpërndani hirin e kufomës time gjithandej se vaj halli për mua nëse ringjallen. Pra kishte më dyshje për ringjalljen e cila ndodhi dhe si rrjedhoj ose si pasoj ky do të duhet përfundonte në xhehenem, por Allahu i madhruar a e din çfarë i thot derisa më ke pas frikë kaq shumë unë po të fal edhe po të shoj në xhenet. Vetëm nga frika. Frikë shumë e paarsyeshme, me produkte shumë të gabuara, po gjithsesi frikë. Megjithatë Zoti ka konsiderat për te. Për një mendim, ai që tha unë kam menduar Zot për ty se do të më çosh në xhenet, ky unë pata frikë se kimë më çunë në xhenem, për atë arsye dyshova a kimë më ringjall. Zoti kështu i trajton robërit e vet.